Trener, paka shumë po shkojmë pak tek pjesa e finales. E dim që është përballur me një garus i cili është në kampion olimpik i Tokios 2020, është thuajse ka medalje të shumta. E kam poshtur në grupe, por çka ndodhi në ndeshjen finale? Çka nuk arriti që Islami të jetë më i disiplinuar se nga gara e grupeve me garusin turk? Jo, ishte fati keq për Islamin që prom dhe që pekush e kemi orë të ka pas dhimbje të dhëmbit dhe është dikuar nga kokra, u dash me pi kokra dhe ka vazhdu edhe me dhimbje të dhëmbit. Prom nuk ka mujt me fjet as një gjysë ore s'ka mujt, përkundër se ka pi kokras pe dhimbjes dhe kalon pa gjumës, ashtu edhe nuk ka mujt as me ngjes. As me ngjesën ta hanë dhe ka qenë tërësisht pa energji, i lodhur dhe kjo ka qenë besoj aja se dhe në arenë u dit u vres që Islami nuk e kesh atë energjin që dhe është dashur ta ketë kundër një kundërshtari si ishte turku. Ne në grupe kemi mujtur ben shumë dhe kemi pas besim që mujmë dhe ashtu ja dolëm. Po sot nuk ishte Islami, nuk e kishte energji, nuk e kishte atë rahatin që është dosht ta ketë një 16 orë para duelit. Wow.